kemi në studio një histori të veçantë, plot dashuri, plot sfida, me triumfe të vogla, por me triumfe shumë të mëdha në shpirt. Një nënë e fortë dhe djali i saj në spektrin e autizmit do të na rrëfejnë jetën, ditën e tyre, sfidat që po kalojnë së bashku. Padyshim përfshirjen, gjithë përfshirjen, mundësinë që ka ky fëmijë për të treguar atë çka të tjerët nuk e njohin, këtë botë të bukur plot ngjyra, për ta përfshirë edhe në shoqëri. E padyshim për të na treguar, le themi, mesazhet e fuqishme që këto të dy kanë për ne. Nën e birë do të rrëfejnë këtë marrëdhënie të veçantë prej 17 vitesh, Bardha Prifti dhe Elsi Prifti. Mirë se erdhët, zonja Bardha. Mirë se erdhe Elsi. Mirëmëngjes. Faleminderit që je këtu. Ke emocione? Po. Pak emocione. Kam marrë një libër Elsi sepse do të na lexoj pak më vonë një fragment, zgjodhi nga biblioteka jonë sepse Bardha më tha që ka shumë dëshirë të lexoj gazetat, të lexoj librat. Por ta nisim pak fije e historisë nga fillimi. Ju si prind, djali është 17 vite, në ç'mosh e zbuluat që ai vuante nga autizmi? Unë miki e zbulova kur djali ishte 2 vjeç. Pasi bëri vaksinën, që përfshin 1 vjeçin, se bëjnë gjithë fëmijët. Edhe aty pashë sikur diçka s'shkonte. Deri në atë moshë ishte çdo gjë në rregull apo mami, babi, nuk, si nënë e re s'kisha informacion. Si nënë e re bëja detyrën, më dukesh okej. Pastaj pashë s'shkonte diçka mami, babi, edhe doktoresha e familjes më tha, "Shflet Elsi", i bëri përshtypje. Ishte në moshën 2 vjeçare kur këto mungesat e komunikimit kishin filluar. Pastaj aty u testuam, siç janë rregullat. Edhe Elsi dilte i vonuar, domethënë kështu funksionon autizmi. Në 1 vjeç të nxjerr 3-4 muaj. Kështu është. Dhe bëra testimin. Puna e parë është që të socializohet me fëmijët në Kopësht. Unë direkt në Kopësht, po. Ju si e përjetuat atë moment kur mjekja apo jo ju zbuloi dhe ju tha që djali juaj vuan nga autizmi? Shumë keq Niki. Më keq s'kas. Informacione s'kishim. Vështirë ishte, thash si shpjegohet që fëmija nuk flet. Pastaj mblodha veten, direkt në Kopësht privat. Edhe aty e pranuan menjëherë, sepse Elsi ishte i urtë, i qetë. Aty deri në 6 vjeç Elsi ka qenë Kopësht privat. Po? Pastaj mas 1 viti u bëm gati edhe për parashkollor, po kemi shku 7 vjeç, sepse duhet të po, do të thënë ju çuat në Kopësht, po këto terapit për ta Po, edhe në terapi. Paralelisht i filluat më një herë, sapo ju thanë. Tjetër, ato janë domosdoshme. Edhe ndërkohë dhe terapit, kështu që ishte për të bërë. E mira, ai terapia duhet sa më shumë orë të bësh, 1 orë, 2 orë, ishte e vlefshme dhe e rëndësishme për ta. 1 orë, 2 orë në ditë, çdo ditë të çunit në terapi? Çdo ditë. Pra për gati 15 vite, pra që në moshën 12 vjeçare tani 2 vjeçare, Elsi tani është 17 vjeç, 15 vite resh në këtë betejë. 2 vjet e kam çuar në shtet, pastaj e kam çuar në privat. Po. Elsi që 6 vjeç ka qenë në terapi private, që kushtonte. Sa shkoste, dua të di, sepse përveç vështirësive, sfidave të tjera, pamundësive që kjo punë ose kjo marrëdhënie do patjetër atë durimin e fortë të hekurt të anës tuaj në radhë të parë. Unë e kam ti, Niki. Për të mos dorëzuar, padyshim që ka dhe kostën e vet financiare. Terapia në muaj do 350.000. Të vjetar. Domethënë 15.000 lekora tani është bërë 20. Se gjithë gjë shtrëntohet, që Elsi e ka bërë 13 vite. Pa pushim. 5 ditë të javës. Megjithatë, ato ja vlen se e ka ndihmuar terapia? Elsi tani në këtë moshë arrin të flas, arrin të Elsi flet, të lexon, shkruan, është në shkollë, për kuptuar, kupton edhe pa u shprehur tani ki. Po. Domethënë truri funksiononte, se në atë parë pas funksionon truri nuk vin fjalët. Plus edhe dëgjimi se ka problematika e fëmijëve, jo, është i rregullt, strikt. Aha, do të po e rregullon këtë pjesën e pecetes. Është shumë strikt. Kështu që për Elsin ishte okay se ky ishte urtë, socializohesh, edhe unë detyrën time e kam bërë. Dhe kur fliste Elsi, filloi të thoshte 1 vjeç në Kopësht, po autizmi funksionon kështu, nuk, domethënë të tha 1 vjeç folja do ta zgjidhë mekanike. Do t'ja mësosh ta përsërisësh,
Edhe, me gjatë, unë mendova se Elsi tash, okej, po fillon, po bëhe se fëmijët e tjerë, po me lodhje, duke mësuar gjithë kohën. Duke përsëritur fjalët, fjalit. Duke punuar vazhdimisht, dhe në shtëpi, po edhe në... Më shumë në shtëpi niki, se terapia njonë në ditë bënim neve. Po. Juve besoj, ju është dashur që për shkak të fakti që duhet të qëndroni afër me të, duhet jeni gjatë 24 orë me të, ju e latë punën dhe jeni fokusuar gjithë ditën vetëm me djalin. Unë kam lënë punën që kur u diagnostikua Elsi, që kam qenë në stop me të. Edhe s'jam pishmar fare, kështu që terapit e kam bërë, detyrën time me sinën e kam bërë, e papërtuar, shëtisja me Elsin si është një ditë juaj e zakonshme me Elsin? Tani që shritur apo duke që me vogël? Po tani besoj se tani është pak një rritur, ka shkuar në shkollë, aktivizohet në aktivitetet të ndryshme, kemi dhe foto që qarkullojnë për të treguar ditën tuaj. I ka të gjitha qef. Elsi nuk përton fare. Neve në 7:30 të dalim nga shtëpia shkem në shkollë. Elsi ri në shkollë. Ku shtudion? Elsi është në shkollën hoteleri turizmi, viti parë. E ka me qef? Elsi ka me qef. Para se të shkollëm në shkollë, ne kemi bërë kurs të kuzhine, 4 muaj. Elsi ati angazhohesh, gatuanin, do më thonë ne ka dhe me qef. Nuk shkollë me zorë, se e qoj unë. Edhe ndërkohë bëjmë dhe kurs pasqerie, tani që jemi në shkollë, po prapë, mas dite. Elsi shkollën e ka qef, kemi dhe mësuesin ndihmës aty që Elsi në ndihmon dhe do përshëndesim profesor Satin Elsi, te kamera, të profesorit. Elsi të pëlqen shkolla? Të pëlqen shkolla Elsi? Shkon me qef në shkollë? Po gatimi të pëlqen? Po gatimi. Çfarë të pëlqen të gatuash? Kurabie. Kurabie, wow, do vish një ditë në e gatuash kurabie këtu në kuzhinën tonë. Në vim tonë, të vim apat. Vim bashk? Me mamin. Po, të bëjmë gati. Me mamin. Me mamin. Pa tjetër që me mamin. Si është dita jote me mamin? Më trego pak për mamin tënd. Është kjo mami jote e rept? Është shumë e mirë? Si është mami Elsi? Është e mirë, e but, apo të vërtet mami ty? E but. E but është? E but. Po babi? Edhe babi, i but. Po kush të mëson ti detyrat? Me këj bën detyrat ti mësime? Tërko që i klinikit? Me këj bën detyrat ti? Me babin. Me babin, më shumë bën me babin. Dhe bën dhe kurabiet. Niki më shumë detyrat bën me babin ti. Niki dhe në këtë moment do të përshëndesi këtë babin e Elsi, Spiron, sepse ai na ndihmon për gjithë shka për Elsi, detyrat, edhe në angazhimet të tjera e shëtit, që që nuk përton edhe shumë baba. Shëmbullor, sigurisht që është krau yt mbështetës, për mbështet për njëri tjetrin, duke qenë se ju jeni tashmë e dedikuar tërësisht ndaj shëndetit të tij, aktiviteteve për ta aktivizuar në aktivitete të ndryshme, për ta çuar në shkollë, për të kujdesur në një farë mënyrë për të. Gjithë dita jote është e zënë, e impenjuar me të. Kështu që bara ekonomike i mbetet bashkëshortit për t'ju ndihmuar, për të punuar dhe për të përballuar gjithë shpenzimet familjare, po ashtu edhe terapit që e si vazhdon. Nuk e kuptojnë të gjithë një kështu, se burrat dhe mërziten, janë me në frego, edhe lënë gjithë qa grave, se edhe kemi dëgjuar. Jo se ta lëvdoj burin tim, po unë prapë nga ky moment do ta falenderoj se më ndihmon, është krau djathtë. Është gjëja më e mirë kur të dy bëni bashkë për shëndetin. Për mirën e djathtë. Dhe mamin kurabet. Po, do bëjmë. Tani ja shtim në mendje që do gatuajmë diçka. Të premtoj që sa të mbarojmë emisionin do të japi mundësinë që të gatuajmë kurabie. Po do ma tregosh pak si i bën kurabiet? Në fillim çfarë hedhim? Vezët. Pastaj? Vezët? Kosin pastaj? Qalbin dhe vaj. Pastaj? Një qeshtet. Jo, mielin. Sot, buke. Edhe i përzijim bashkë. Bravo, ti gatuan edhe në shtëpi, Elsi? Ke qef të gatuash edhe në shtëpi, me që se jeni në shkollë profesionale? Po, vjen gjysmë 3 vezët si fillim ti, në gjysën pa ishe ti bën gati gjitha. Super, i pëlqen gatimi. Më the që i pëlqen të edhe të lexuar, të lexon të gazeta. Dhe lexosh ti Elsi? Një pjesë? Ja te libri, te libri. Do gjej ato recetën më duket. Lexon ti këtë libri të dëgjoj Niki si lexon ti? Lexon ti Elsi? Morëm një libër të rastësishëm në bibliotekën tonë për të na lexuar Elsi se e ka dëshirë të lexoj. Shpesh në të Shpesh në të petën në filje që në fakës që në për në vetë për në betëri të gjatë shanë të bëtët të bëtët aktivion mund të vëtë
po e barabatat e shanë, do të fje patjetër në botën fizikit. Bravo, Bravo, Elsi. Do të ishke të vetëm, metal fizikë, bravo, E të lumët. Arim t'i dalloj shkronjat, t'i lexoj fjalët. Po, lexon, po. Ka një emocion, nuk e artikulon mirë, po e se momentit Ka pak emocione, na tha dhe para se të fillonim emisionin. Elsi, më thuaj, çfarë është mami për ty? Shumë e mirë. Shumë e mirë? Shumë e mirë është mami, Më trego pak cili është momenti më i bukur që ti kalon me mamin? Dalim? Shëtitje. Shëtitja? Shëtisni bashkë? Po. Po Elsi shikon edhe telefon? Mami Barda? Shef do një, shef këng, po. Kjo pjesa do të dija e shoqërisë, e ambientit shkollor, sa e përfshin Elsin? A kemi në ditët e sotme ende paragjykime, ende stigma për personat që janë të përfshirë në spektrin e autizmit, sa e ke ndjerë ti këtë? Me të drejtën, unë nuk e kam ndjerë, sepse unë s'kam pat asnjë rast, as s'kam dëgjuar që Elsin ta abolizonin, si në shkollë ku ka qenë Temi Ndoraku, edhe tani, po mbështetje këta duan, shoqërit duan maksimum. Edhe fëmijët janë të ndryshëm tani. Po që këtë kanë të domosdoshme shoqërinë ti, Niki, socializimin me shokët dhe mos në këtë kohë, që të dalin bashkë, të shëtisin, të jenë pavarur. Ke arritur të qash këto barjera, të thyesh këto mure, ta aktivizosh, ta shoqërosh me shokë, ndoshta që kanë të njëjtat probleme të spektrit? Jo, me të njëjtat probleme, domethënë kjo është e zgjidhur. Po, që do shokët më të mirë, se të zgjidhë shokët më të mirë se veten. Por Elsin është më e vlefshme dhe ti Niki, më e domosdoshme për ta. Po, domethënë pak, nuk kanë shumë kontakte. Ta duhet të ndërgjegjësojmë vetë. Plus ne bëjmë detyrën si nëna që interesojmë dalin me shokët të pinë kave të kënaqen, pinë lëng, për moshën që ka. Ju keni vetëm Elsin si fëmijë? Kishit frikë të bënit një fëmijë tjetër? Apo ju mori shumë kohë? Jo, Niki, aq dhe zoti. Se mosha bën vetën, nuk kam se u sforcova nga ky moment. Se për këta fëmijë Niki është mirë që të kenë një motër vëlla, se është më mirë për këta. Me kanë mbështetje. Kaluar kohën më mirë dhe me fëmijët. Kështu që është domosdoshme, i kurajoj nënat e reja që mos ta kenë me frikë dhe qofse marrin këtë diagnozë, se tash rastet nuk i dihet, të bëjnë të forta, se gjithçka do dalë një tretësile dhe këto do bëhen mirë. Dhe Elsi që e pohon, po fiksot. Po. Atë që thot mami Bardha. Zonja Bardha, a ka patur momente kur je ndjer e lodhur, e pa shpresë, çfarë ju ka dhënë forcë që të vazhdoni dhe të luftoni në mënyrë vazhdueshme? Jo, Niki, unë për momentin edhe mërzitem ndonjëherë, domethënë e kam si 1-2-3 minuta qaj, se mbushem me emocion, po duke menduar që ka dhe më keq, unë falenderoj Zotin se Elsi ka qenë i qetë, lexon, shkruan, socializohet me shokë, nuk është problematik. Kështu që edhe ne kemi vështirësitë tona, po tani jemi mësuar, Niki. Edhe unë Elsit e dua me shpirt, dhe i kam gjithmonë jam mbas Elsit, gjithë jetën time e kam non-stop me Elsin. Dashuria pafund do të jap sa të kemi jetën. Cila është frika jote më e madhe? Një problem është, Niki, se në të fazë ka problemet e veta. Tash unë kam një problem në momentin kur Elsi të rritet, që të krijohet ky familje, të shpjegon që është pak problematike këta fëmijë me autizëm. Po që unë sa kam informacion dhe mendoj se për Elsin tim nuk është problem. Që të krijoj familje, që të martohet, të marrë një gozë të mirë. Këtë e kam pak problem. Se nëse pas nesër kur tikim ne ti Niki, do një mbështetje ose në qendër që mund të punësoj shteti, bashkia, për ta është problemi i madh Niki. Po nuk e di na dëgjoj nga ky emisioni juaj që vuan çdo prind që ka një dihet që kur një prej antarëve të familjes është jo në kushte të mira, është shëndetësore, ka një problem, gjithë familja ka një problem, nuk është e qetë. Unë nga shëndeti falenderoj Zotin, Elsi ka qenë mirë, s'kam pas probleme, se autizmi ka shumë problematika, Niki, kanë dhe me ilaçe njerëzit, fëmijët janë të ndryshme. Po, duhet të thënë që është një spektër. Po, çrregullim. Nuk është smundje, po çrregullim. Kështu që unë falenderoj Zotin dhe them për me Elsin në 70% jemi okay, Niki. Këta në 100% nuk bëhen si gjithë moshatarët, po me punë, me përpjekje, është në varet që nga fati, plus edhe puna, determinisht që puna do bëhet. Po që në përgjithësi jam e kënaqur. Po. Do doja të dija, Zonja Bardha, në raport me regjimin ushqimor që ti zbaton për Elsin, ka një regjim të veçantë Elsi në raport me ushqimet, çfarë nuk lejohet, çfarë nuk duhet të konsumohet, çfarë konsumon më shumë?
Që është e vërteta, këta duhet kishin një ushqim specifik, po unë Elsit me të drejtën një muaj ja zbatova si rregull, por nuk ja përballova dot se kishin shpenzimet i niki. Ishin shumë të shtrenjta ushqimet që ishin për fëmijët me autizëm që të funksiononin mirë për mos i bërë dëm trurit edhe për të tjerat. Ku keni më tepër kujdes? Çfarë eliminoni nga dieta e tij ose diçka ndoshta e keni kujdes? Nuk besoj se do t'i lejoni të konsumojë ushqime cilat e dëmtojnë më shumë sheqerin ato. Elsi nuk është problematik, domethënë që të kërkoj shumë çokoladata, sheqer siç kërkojnë fëmijët. Elsi në përgjithësi është njëri fëmijë normal, i ha gjërat kryesore, suprat, Elsi ngjesë supë. Sa për kuriozitet. E nis ditën me supë? Një ka dëshirë apo e ke vendosur ti për ta? Jo, domethënë fillimisht ka qenë vogël ne kemi pas bërë supë. Elsi rrallë ha bukë me gjarë, me të gjëra të zakonisht ka qef supën në mëngjes. Bën me fire të pule, me makarona, me limon, me vezë, këto i ka gjëra më shumë do të kriprat. Po në përgjithësi Elsi hambar. Nuk është e çokoladat, e Coca-Colat, patatinat, nuk është. Pastaj edhe nuk është prezantuar me to, nuk është se është përfshirë që të njohit e ti... Jo, për i ka njohur, kjo domethënë i ke stopuar ne një herë dy nuk ja admira dhe kupton nuk i do. Duke mësuar dhe ne mama. Kur Elsi... Po? Kur abie të bëjmë pastaj dhe të premtojmë. Për kur abie që të gatuaj vetë Elsi, më thuaj pak çfarë ushqimi ke të preferuar? Përveç kur abieve që... Ka sopat. Supën? Supën, këtë që të tha mami. Po nga frutat, çfarë preferon? Bananet. Tjetër? Pakodot. Tjetër? Biskotat. Edhe biskotat. Ato biskotat që i bën mami në shtëpi, besoj. Po të dëshirë tjetër, çfarë ka dëshira Elsi? Përveç të bëhet një guzhinier, çfarë dëshirash ke ti? Të shkojmë stërvite, të bëjmë shtrime? Pëlqen sporti? Po, Elsi shkojnë në shkolla Kosova, ne bëjmë stërvite 2 ditë në 2 orë në çdo ditë, basketball, ushtrime. Për nga ky moment do të përshëndes edhe profesorin e Elsit, Darian Konomi, që ai ka 3 vite që merret dhe punon me fëmijët tanë. I bën këto stërvite me pasion, stërvitjet, kështu që falenderoj sepse për ta është shumë mirë. Aktivitetet, sporti i bën shumë mirë. Qartë. Nëse do t'i drejtoheshe një nëne që është duke përjetuar një sfidë të tillë me një fëmijë në spektrin e autizmit, cili do t'ishte mesazhi që t'i drejtoje kësaj nëne? Nënës do t'i jepja mesazhin që mos të dorëzohet, do ta pranojmë se ka prindër që dhe nuk e pranojnë niki, është gabim i madh. Ajo është shans, është risk, ta janë se gjithë të tjerët në 90%, po ka një problem tjetër, tash që nuk varet nga ne. Do ta pranojmë siç të vjen shansi. Edhe të bëjnë pamundrën sa më shumë terapi, socializim me fëmijët, në kopshte, në çerdhe, në shkolla, se një ditë do kënaqet dhe do të ketë rezultat. Përgjithësi këta fëmijë kanë rezultat. Për shembull, në momentet e tua të para kur djali u diagnostikua me spektrin e autizmit, ju nuk kishit dhe informacionin e dur, siç më thatë, se ndoshta dhe media nuk ka bërë punën e vet, në atë periudhë nuk njieshe këtu edhe 5000 vite përpara, në 2007. Pra, kur këto fenomene ishin ndoshta sporadike, por që nuk flitesh edhe shumë, nuk ishte shumë e njohur. Ti e mendoje ndonjëherë që ka shpresa ky djalë do të bëhet, do të flasi, do të rritet, çfarë të mbulonte në atë terin e natës? Kënaqësia një ishte ku Elsi ishte në kopës e nikë, tha një vjesht të shkurtër. Unë mendova të flasi ky. Jo, më ka funksiononte një fjalë, duke mësuar çdo gjë në botën e jashtme, lulja, pema, babi, tezja, duke mësuar mekanike, duke përsëritur disa herë. Pastaj duke rritur, ndërgjegjësoi trurin dhe çdo gjë kalon më mirë niki. Me kalimin e moshës, ky spektri kalohet edhe më mirë. Po. Më lehtë, pra vështirësi ka, çdo fazë, çdo moshë ka të fazën e vet niki. Po, të zhvillimit edhe të përmbajtjes, le themi, të vetë fëmija, se si arrin të bëj terapi, arrin të bëj terapit me një logoped, pra ju e keni çuar në disa specialistë të kësaj fushë. Po, unë e kam çuar në terapi, po që Elsi është i pranueshëm, ka shkon, nuk ka pasur problem, ka dhe për fëmijët nikë që mërziten qaj, nuk pranojnë terapinë. Janë të mbyllur, kështu që kjo është me shumë kuptim problemi këtyre. Po tash çfarë bëjmë tash kur të vjen momenti nikë do përpiqem të bëjmë maksimumin për fëmin tanë. Çfarë ka dëshirë Elsi të bëj pas shkolle? Pasi mbaron shkollën? Ka bet. Do të fillosh në punë apo do të hapim në një... Ke dëshirë të punosh Elsi në të ardhmen? Po punosh? Po. Po ku do punosh? Në një lokal apo? Në lokal. Lokal? Në lokal. Ndihmës guzhinier apo? Në lokal. Ndihmës guzhinier?
Në restorant? Në restorant apo në lokal? Në lokat. Në lokale ka të vendosur. Të kapet. Mirë. Kapet. Do të bëj kafe. Do të ndihmoj mami, do të ndihmojnë edhe tetat. Do të ndihmojmë, do të jemi gjithmonë afër për të mirën tënde. Mirë? Tek shkolla që Elsi studion, ka le të themi orar të veçantë mësimor apo bashkë me të tjerët? Ka një person që merret me to? Po, Elsi ka mësues ndihmës, që e shoqëron çdo 2-3 orë në ditë. Po, në përgjithësi, Elsi neve punojmë si gjithë me programin që kanë gjithë fëmijët, ne në shtëpi. Kurse me rastet veçanta, mësuesët kanë dhe një program më të lehtë për Elsin, sepse Elsi do të mësimet më vështira, ka specifike. Se vështirë, problemet e tyre janë të vështira të shokëve të tjerë. Unë uroj që çdo gjë të shkojë më së mbari dhe Elsi një ditë pasi të ketë mbaruar shkollën, të shkojë të punojë në lokal, atë që po e përmend erë pas here, të bëj kafe, thot. Faleminderit, Niki, lëm goja. Edhe të ketë shëndetin, edhe Zoti ju dhënë dhe juve një forcë të madhe, durimin mbi të gjitha, sepse në një marrëdhënie të tillë kaq të veçantë, dashuria është pa kufi. Ka triumfe të vogla, ka triumfe të mëdha, po ajo që lullzon gjithmonë është dashuria, pa kufi për njëri tjetrin. Dhe këtë marrëdhënie të veçantë ju na e treguat kaq bukur sot me emocione. Faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit Elsi. Të lutem, të uroj një ditë të bukur. Ne do të shkëputemi për publicitet, do të takojmë sërish në rrezën tonë, ju presim. Po, do të përshëndetësh dikë, këtë do përshëndetësh? Këtë do përshëndetësh? Babin, e përshëndet babin e Elsi. Babi shpeja pat. Të dua shumë apat. Të dua shumë, babi. Faleminderit dhe njerë, shkëputemi për publicitet, rikthehemi përsëri.